Shikues të nderuar, televizor shqiptar të Amerikës ju përshëndes. Jemi në emisionin Fjala e Specialistit. Kam të ftuar prokurorin Endrit Topalli, që bëhesh prokuror në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një sukses jashtëzakonisht i madh. Është sukses personal, është sukses familjar, por edhe shoqëror, dhe ne si komunitet duhet të krenojmë. Të falenderoj shumë për prezencën në studio, të njoh për shumë vitesh, edhe më ka pëlqyer shumë tek ju. Jo vetëm studimi, që keni arritur nivel të lartë edhe keni dalë në fushën e drejtësisë, por keni qenë edhe shumë aktiv dhe vazhdojnë të jeni me komunitetin. Për jetën tuaj, rrenjët tuaj, familja juaj, nga vini? Rallë parë, faleminderit për ftesën. Është gjë shumë kënaqësi të jem këtu në televizionin shqiptar të Amerikës. Duhet parafrazoj që unë jam këtu në nivelin personal. Dhe gjitha mendimet dhe opinionet e mia nuk përfaqësojnë asnjë nga punonësit e mi ose nga agjencitë që unë punoj dhe bashkëpunoj. Unë jam Endrit Topalli, lindur dhe rritur në Shkodër deri në moshën 18 vjeçare. Kam shkollën 8 vjeçare kam mbaruar tek shkolla Branko Adia në Shkodër. Pastaj kam ndjekur edukimet në shkollën e mesme Franciskane të jezuitëve në Shkodër Atë Petermërshkalla. Dhe në vitin 2009 babai im ka fituar llotarinë amerikane dhe kemi zhvendosur në Amerikë. Pastaj në 2009 deri në 2011 kam jetuar në shtetin e Missourit. Pastaj në vitin 2012 kam lëvizur në shtetin e Michiganit, ku vazhdoj dhe jetoj aktualisht me familjen time dhe me prindërit e mi. Kishe pasion fushën e drejtësisë? Jo, unë të them deri në 2 vite para të emigrimit, ka qenë e vështirë si çdo emigrant të tjerë. Ka qenë, vetëm kam punuar, kam bërë 3 punë ndryshme. Prindrit kujtonin se shkoja në shkollë, por faktikisht unë shkoja në punë. Dhe ato nuk e dinë që bëja 3 punë, por duhet që të suportoja familjen financarisht. Dhe pastaj, mbas 2 viteve që vura shkollën në ndalesë, vazhdova vitin e 3 kam vazhduar edukimin në Missouri. Pastaj transferova ato kredite që kisha fituar në Missouri, që transferova këtu në Michigan. Dhe për sa i përket fushës drejtësisë, gjithmonë më ka pëlqyer. Babai im ka një background ushtarak, ka qenë oficer për 25 vjet në Shqipëri. Edhe kur unë normalisht që kam qenë i tërhequr si fëmijë, se jam rritur në ambiente me rregull dhe disiplinë, dhe babai më thoshte që birë bëj çfarë dush, vetëm mos u bëj një gjë që duhet marrësh kapele dhe armë. Edhe gjëja më për afërt asaj fushë, domethënë, ishte që unë bësha prokuror, jesha pjesë e drejtësisë. Duke qenë që ato bashkëpunin ngushtë me policinë dhe me organet ligjzbatuese që janë këtu. Dhe kështu vendosa të bëhem prokuror. Aktualisht ku punon? Në cilin vend? Aktualisht jam prokuror në zonën në county-n e Oaklandit, ku jam prokuror për krimet e rënda. Kam qenë prokuror në District Court për 4 vjet, tani jam promovuar te krimet e rënda dhe merrem vetëm me krimet e rënda. Falenderoj shumë, e të uroj suksese në jetën tuaj të përditshme, por edhe në atë profesionale. Në zonën ku ju jeni, por edhe ku keni njohje, ku shqiptarët janë më të përqendruar. Cilat janë disa nga krimet më të zakonshme që ndodhin? Siç e the vetë edhe ti, nuk jemi këtu për të bërë dëm në komunitetin shqiptar, por jemi më shumë për të edukuar njerëzit që të shmangin këto rrethana. Arsyeja që ndodhen këto janë nga më të ndryshmet, por kryesisht shqiptarët, paktën këtu në zonën e Michiganit, janë krimet e nivelit ulët, domethënë që janë krime që quhen misdemeanors, nuk janë krimet nivelit të rëndë që janë felonies. Shqiptarët kryesisht janë të përfshirë, siç e the edhe ti, më shumë në krimet të themi ordinere ose të ulta, që janë jo me dënime të mëdha, që janë dhuna në familje, dhënia makinës në efektin e alkoolit, abuzimi me substanca narkotike, shkeljet qarkullimit rrugor. Domethënë janë gjëra që të përditshme që në një mënyrë një tjetër afektojnë jetën e njerëzve. Që po të krahasosh dhe me komunitete të tjera, thash nuk është se është diçka që është që vihet më ndukje në krahasim me komunitete të tjera, si çdo komunitet edhe ne kemi atë pjesë e njerëzve që me dashje ose pa dashje janë pjesë bien prej këtyre gjërave. Cilat janë arsyet që vinë këto fenomene edhe janë problem për drejtësinë? Tash i varet Nëse ti referohesh komunitetit shqiptar, qoftë nga tradita, nga zakonet që kemi neve,
edhe nga hallet, se kemi marrur gjysmë jetë atje, gjysmë jetë këtu në emigracion. Tash ka disa qasje. Qasja e parë është që unë them është në kuptimin për shembull marrim punën në familje. Unë në familje në dje që jemi një shoqëri patriarkale në Shqipëri, dhe normalisht figura mashkull dhe figura e babait ose zotit shtëpisë është dominuese dhe duhet bëhet domthon siç thotë zoti i shtëpisë, por kohrat kanë ndryshuar dhe gjërat kanë evoluar dhe ndonjëherë ka konflikte ku që janë komplet banale, por thjesht një individ që është më thojza i zotit shtëpisë mendon që ai mund ta trajtoj gruan, fëmijën ose djalin ose anasjellta, sepse kjo nuk është diskriminuese kur vjen te gjinia, sepse ka edhe dhunë gruaja kundrejt burrit. Ekziston dhe kjo, nuk është është çështje e mentalitetit që është ngolitur thellë, është pjesë e kulturës ballkanike, do të thoja. Për sa i përket krimeve tjera, siç janë përdorimi i substancave narkotike, përdorimi i substancave të kontrolluara, substanca ose edhe alkoolit, se alkooli në vetë është substancë. Pavarësisht se njerëzit nuk e shikojnë nga ai aspekt, e shikojnë sikur është një gjë e përditshme, është normale. Normalisht, është normale, por kur e kalon masën dhe kalon degradim, pastaj krijon efekte tjera negative për familjen, për shoqërinë dhe thelbi, po të shikosh 70% njerëzve që janë pjesë e sistemit të drejtësisë kanë thelbi kryesor është shëndeti mendor. Edhe kjo është një temë që ne nuk e trajtojmë dhe nuk e prekum, sidomos shqiptarët, e kultura shqiptare, sepse është tabu. Edhe mendoj që shumë nga këto raste që unë shikoj në përditshmërinë e punë kanë të bëjnë pikërisht me shëndetin mendor. Sepse depresioni, stresi, hallet e përditshme të jetës, njerëz nuk i hapen, nuk konsultohen me profesionist. Dhe duke mos i konsultuar me profesionist, pastaj bëjnë veprime që çojnë përballash me ambientin e drejtësisë. Po mirë, prokuror Topalli, le të fillojmë me çështjen e parë, shëndeti mendor. Në pamjen e jashtme, shëndeti mendor është jo fort i njohur nga komuniteti shqiptar. Mund ta flasësh deri në atë mas si juve mendoni dhe si mund t'ja sillni komunitetit shqiptar, ndoshta edhe të zbërthyer që të përfitojnë njerëzit që të dinë se kur kemi të bëjmë me një person që ka këtë sëmundje, si mund ta ndihmojnë, të gjitha gjërat mund ta sillësh. Shiko, shteti mendor, unë nuk jam doktor, do ta shpjegoj. Jam doktor i ligjit, po jo doktor i mirëfillt, i fushës domthon, por ka të bëjnë shumë dhe jam edukuar shumë dhe jam mësuar shumë për sa i përket, sepse siç thash, 70% individëve që unë merrem ka një komponent të shëndetit mendor. Shëndeti mendor është po aq i rëndësishëm sa shëndeti fizik. Sikur çdo vit ne bëjmë kontrollin check-up, yearly check-up që shkojmë te doktori dhe bëjmë analizat, kontrollojmë kolesterolin, kontrollojmë diabetin, kontrollojmë zrrahet e zemrës, bëjmë analiza, edhe shëndeti mendor po ashtu është mos them më i rëndësishëm se shëndeti fizik. Dhe shqiptarët e kanë tabu, domethënë, nuk e di atë krahasisë në ty në jetën tënde, në eksperiencën e jetës që një shqiptar ka thënë, zoti ka një herë, nuk jam mirë me mend kres. Por faktikisht ka shumë njerëz që nuk janë mirë. Arsyeja që njerëz nuk e shprehin këtë gjë është fakti që ne jeni si shoqëri jena të gatshëm që t'i vëmë epitete ose etikime njerëzve që vuajnë nga shëndeti mendor. Dhe kjo është gabim, sepse depresioni është aktual, çdo person ka depresion, ka stres, ka jeta është bërë shumë e vështirë, sidomos të 10-15 vite të fundit, është shumë kërkuese, kosta e jetës. Gjithë këto faktorë të ndikojnë drejt për drejt ose indirekt në shëndetin mendor. Edhe asnjë person nuk kërkon ndihmë që t'i adresojë, që të shkojë takohet me një psikolog, me një psikiatër, me një social worker. Dhe për fat mirë na kena shumë komunitet specialista shumë të mirë. Për shembull, një prej tyre është vajza jote, Blerina Lumaj, është Sebi Fishta, Entela Kaba, që janë persona që merren drejt për drejt, ditë për ditë me shëndetin mendor, që edukojnë njerëzit, që trajtojnë njerëzit. Edhe unë e kuptoj atë që nuk duam që të shkojmë të shqiptarët, por ka dy gjëra. E para, për sa i përket, këto janë gjitha takime private dhe janë konfidenciale. Që do të thotë që një person që shkon të takon një psikiatër, një psikolog, është komplet konfidenciale. Sikur është raporti avokat-klient, është i njëjta gjë dhe raporti doktor-pacient. Doktor, një person që po merr trajtim për sa i përket anës
të shtetit mendor. Dhe ju inkurajoj njerëzit që t'i shikojnë dhe t'i takojnë të specialistat dhe të flasin me to. Okej, nëse nuk doni të shkojnë te një shqiptar, mos shkojnë te shqiptar, shkojnë te një huaj. Por nëse keni probleme me gjuhën, thash, ne jemi me fat që kemi specialista të tillë në komunitet dhe bëjnë një punë shumë shkëlqyer. Edhe ta trajtojnë shtetin mendor sikur trajtojnë çdo smundje tjetër. Sepse duke mos e trajtuar, gjatë periudhës Covidit, ne kemi pas mbi 50 vetvrasje në komunitetin shqiptar për një periudhë 3 vjeçare. Ti mund të thush si ke arrit to, i ka marrë shënim. Ka qenë një periudhë gjatë Covidit që ishim të mbyllur, që njerëz nuk po shihshin. Edhe është numër alarmant. Ne kemi trajtuar më përpara si bisedë këtë gjallë dhe kam trajtuar në komunitetet fetare. Dhe është një gjë që ne duhet ta flasim më hapur me njëri tjetrin. Sepse është me të vërtet një fenomen që është mes nesh. Dhe na mund të nëse një gjë mund të marrim për kësaj interviste është që sikur një person shpëtohej nga që ka pa një informacionist, është fitore. Është me të vërtetë është fitore. Sepse janë gjëra që mund të zgjidhen, janë gjëra që mund të trajtohen, janë gjëra që mund të fliten dhe nuk është tabu që mos me fol për këtë gjëra. Prokurora, ka prokuroria programe specifike për këtë çështje, për personat që janë me probleme mendore? Po, prokuroria në vetveten nuk ka një agjenci të brendshme, por ka një agjenci që merret me viktimat e krimeve, që mund të vijnë nga shteti mendor. Por gjykatat, të gjitha gjykatat rajonale, district courts, që janë sigurisht to krimet që thash, krimet e ulta ndodhin në district courts. Të çdo gjykat pothuajse, ç'pohen të gjitha, por pothuajse kanë mbikëqyrje, kanë periudha provet që merren specifikisht me alkoolin, specifikisht me shtetin mendor, specifikisht me abuzimin e substancave narkotike dhe alkoolin. Domthon janë për të profilizuar në varësi të problemit që ndodh dhe ato të bëjnë një raport kur ti dënohesh dhe evaluohesh dhe shihesh çfarë të ka sjell ty këtu, çfarë të ka shtyrë ti këtu. Nëse është problemi me shtetin mendor, ti do shkosh te periudha të mbikëqyrja që te probation që lidhet me shtetin mendor. Nëse ti ke probleme me alkoolin, ti do të shkosh në mbikëqyrje për probationin që ka sobriety court. Nëse ti ke probleme me dhunën në familje, ti do të marrësh një program që është specifikisht dedikuar për njerëzit që kanë probleme me agresionin. Që ideja është ne të rehabilitojmë këto njerëz, që këto veprime mos të ndodhin dhe mos të përsëriten dhe mos të kthehen pjesë e sistemit.